Protesta ka përshkallëzuar në dhunë gjatë të enjtes, ndërsa zhvilloi seanca parlamentare. Mbi 20 persona janë shoqëruar nëpër rrugët e Tiranës. Protestuesit rrethuan deputetët socialistë brenda në kuvend, pasi opozita kishte bojkotuar dhe nuk i lejuan të dalin nga ambientet e parlamentit. Drejt makinave të deputetëve u hollën vezë, ndërsa nuk munguan as gurët drejt policisë në një situatë që precipitoi me dhunë dhe përplasje. Disa prej tyre të maskuar e të tjerë pa mask nuk kursyen edhe thyerjen e xhamave të makinës së policisë. Fillimisht hollën gur, më pas garde metalike, duke i përplasur mbi makinë disa herë. Të lënduar mbetën 9 efektiv policie dhe disa protestues që po marrin trajtim në spitalin e traumës dhe në qendrën spitalore Nën Tereza, ku sipas autoriteteve ndollen jashtë rreziku për jetën. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari dënoi dhunën ndaj efektivëve, duke cilësuar atë si sulm ndaj shtetit dhe rendit kushtetues. Ndodhemi në spitalin e traumës, ku vizituam bashkë me drejtorin e përgjithshëm të policisë shtetit 2 punonësit e policisë të cilët janë dëmtuar nga hedhja e gurëve në drejtim të tyre. Ndonse lëndimet janë në kokë, në pjesën frontale dhe ka qenë ndërhyrja më njëhershme e ekipit mjekësor për të bërë dhe ekzaminimet përkatëse dhe ndërhyrjet me qepje. Dua të siguroj së pari familjarët që gjendja e tyre paraqitet e stabilizuar dhe nga ana tjetër kam një mesazh për të gjithë ata vandal të cilët guxuan të hedhin gur ndaj punonësve të policisë shtetit. Janë identifikuar, do shoqërohen dhe do të vinë përpara drejtësisë më njëherë. Do të marrin përgjigjen më shëmbullore që parashikon ligji për ta. Kjo nuk ka të bëjë fare me protestën dhe me shprehjen demokratike të mendimit ndryshe. Kjo është thjesht një akt kriminal. Kryeministri Edi Rama reagoi ndaj protestave, të cilat prej mëngjesit të së enjtes kanë vijur përpara kuvendit me përplasje mes protestuesve dhe forcave policore. Kreu i qeverisë përmes një statusi në rrjetet sociale shkruan se protesta e bukur adhëtare ja la vendit filmit të vjetër të konfliktit. Protesta e bukur e qytetarisë dhe dashurisë pas tërtisë ja ka lënë vendin tani më filmit të vjetër të konfliktit, sherrit, dhunës, ku thonjtë e politikës së dështimit dhe zemërimit po dalin në pamë me pizdhekun e tyre karakteristik, shkruan Rama.